Kontrolli i lartë i shtetit ka nxjerrë në paj një skandal të madh në tregun e vajit të ullirit, ku shumica e mostrave të marra rezultuan të kontaminuara me pesticide të ndaluara, përfshirë klorpirifosetil. Nga 37 mostra të testuara, 28 ose rreth 76% nuk i përmbushnin standardet, ndërsa një sasi prej 899 litrash vaj ulliri të destinuar për asgjësim mund të ketë përfunduar në treg, duke vënë në rrezik shëndetin e konsumatorëve shqiptar. Raporti KLSH thekson se Agjencia Kombëtare e Ushqimit, AKU, ka vepruar me vonesë ose nuk ka marrë as pak masa për të parandaluar qarkullimin e produkteve të ndaluara. Inspektimet shpesh kryeshin me ditë të tëra vonesë. Procesi i marrjes së mostrave ishte i paqëndrueshëm dhe shumë biznese të rrezikshme mbetën jashtë kontrollit. Pavarësisht paralajmërimeve nga laboratorë të akredituar, përfshirë laboratori italian, AKU nuk ka ndërhyrë për të bllokuar ose asgjësuar produktet problematike. Auditi KLSH e konsideron këtë një dështim sistemik të AKU-s, duke ngarkuar me përgjegjësi jo vetëm inspektorët në terren, por edhe drejtuesit e lartë të institucionit. Institucioni është akuzuar për mosveprim, mungesë koordinimi dhe papërgjegjshmëri, duke lënë shqiptarët e ekspozuar ndaj rrezikut serioz për shëndetin e tyre. Shqetësimi është i madh, vaji kontaminuar vazhdon të përhapet në treg, ndërsa AKU duket se është në gjumë.